Dje u publikua një lajm që në pamje të parë synonte të qartësonte opinionin publik për rolin e prokurorit Klodian Braho në Komisionin e Përzgjedhjes së Hetuesve Financiar pranë SPAK. Sipas këtij publikimi, pavarësisht aludimeve, Braho është tërhequr nga komisioni më datë 6 tetor, pikërisht ditën kur dorëzoi platformën e tij për postin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Por pas kësaj përpjekjeje për sqarim, fshihet një realitet tjetër, një lajm i porositur dhe i fabrikuar nga zyra e shtypit të SPAK, me qëllimin e qartë për të manipuluar opinionin publik dhe për të mbuluar konfliktin e interesit që pamfleti ka denoncuar prej ditësh me prova konkrete. Pamfleti ka publikuar dokumente dhe fakte që tregojnë qartë për fshirjen e Zeqir Hodës dhe Klodian Brahos në procese ku ata kanë pasur konflikt të drejt interesi. Në vend që këto akuza të trajtohen me transparencë, duket se SPAK ka vënë në lëvizje mekanizmin e tij propagandistik për të relativizuar situatën dhe për të ndikuar perceptimin publik në favor të prokurorëve të përfshirë. Një detaj që ngre edhe më shumë dyshime për autenticitetin e sqarimit është fakti se gazetarja K. Banushi, e cila publikoi shkrimin, është parë të qëndroi për rreth 30 minuta në bisedë private me prokurorin Klodian Braho, më datë 22 tetor, rreth orës 11 paradite, pranë ish bankës BKT përballë godinës së SPAK. Ky takim ngre një sër pyetjesh legjitime që pamfleti, në respekt të etikës profesionale dhe transparencës, i drejton publikisht. Zonja Keti Banushi, a mund të konfirmoni nëse jeni takuar privatisht me prokurorin Klodian Braho, më datë 22 tetor, rreth orës 11 pranë BKT përballë SPAK? A keni qëndruar për rreth 30 minuta në bisedë me të? A është diskutuar gjatë atij takimi për çështjen konkrete të hetimit financiar dhe për shkrimin që më pas u publikua në media? A ju është dhënë artikulli gati nga zyra e shtypit e SPAK? Apo jeni këshilluar për mënyrën se si duhej shkruar dhe publikuar? Nëse këto pyetje mbeten pa përgjigje, atëherë konfirmohet ajo që tashmë dihet të gjerësisht. SPAK ka ngritur një sistem komunikimi të kontrolluar dhe të koordinuar me gazetarët e përzgjedhur, të cilët përdoren për të krijuar perceptimin e rremët të një drejtësie të pastër dhe të paanshme. Kjo nuk është më komunikim publik, por propagandë institucionale që shkel parimet e transparencës, barazisë përpara ligjit dhe lirisë së shtypit. Ndërsa qytetarët presin drejtësi, disa gazetarë fatkeqësisht janë shndruar në zëdhënës të pushtetit të prokurorisë së posaçme. Pamfleti mbetet i vendosur të publikojë të vërtetën dhe të kërkojë llogari për çdo formë manipulimi, sepse publiku ka të drejtë të di kush po informon, kush po mashtron dhe kush po mbulon të vërtetën.